Shkencëtarët të magjepsur nga numrat, ose shkencëtarët që magjepseshin nga numrat. Duhet të dini që numrat janë thelbësor, numrat janë çdo gjë që na rrethon, sepse gjithë bota që na rrethon është matematikë. Çdo grimcë vetme, duke filluar që nga qeliza deri tek frekuencat, edhe frekuencat që është baza, sepse frekuencat janë vetjeta, fryma është vetjeta, pra çdo gjë llogaritet në numra. Dhe misteri i këtij informacioni është që si është e mundur që ata që themeluan shkencën, pra dhe zhvillimin e njeriut, pikërisht ata ishin të magjepsur nga numrat. Do ta fillojmë nga Abraham Moirvre, sepse Abrahami llogariti vdekjen e tij, shkencëtari që llogariti vdekjen e tij, kemi bërë dhe një emision për këtë, në vitin 1754. Pra atë ditë që ai vdiq, ai e llogariti në mënyrë perfekte, e gjeni këtë, sepse është një nga, le të themi, nga misteret më të mëdha të matematikës, pra të njeriut mes matematikës dhe misterit. Dhe edhe të tjerë, si për shembull edhe Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ishte i magjepsur pas numrave. Çdo gjë bënte në bazë të numrave. Bile edhe takimet i bënte në bazë të numrave. Çdo gjë, edhe kur shkonte që të merrte punë apo çdo gjë, ose krijonte tablo apo çdo gjë që krijonte, e bënte pikërisht pra duke llogaritur numrat. Sepse ai e dinte shumë mirë që misteri qëndron pikërisht tek numrat. Bile edhe Nikola Tesla. Nikola Tesla ishte jo vetëm i magjepsur, por Nikola Tesla kishte 3 numra që ishin vërtet magjepsës për të. Ishte numri 3, 6 dhe 9. Ai çdo llogaritje që bënte pikërisht pra me këto numra dhe duhet të dilte ose 3, ose 6, ose 9. Për shembull, nëse shkonte në një hotel, ai në hotel shkonte duke llogaritur numrat. Tani pse po ja u tregoj këtë? Dëgjojeni me vëmendje. Po ja u tregoj sepse çdo aspekt i jetës së njeriut është i llogaritur në numra. Dhe do të dalim në një konkluzion që do të mbeteni pa fjalë, më diqni me vëmendje. Pra, po ta shikoni dhe shkencëtarë të tjerë që ishin të magjepsur pas numrave. Madje thuhet që edhe Albert Einstein ishte i magjepsur pas numrave, por ai nuk e tha kurrë publikisht. Në fakt, çdo gjë bënte në bazë të matematikës. Dhe Isaac Newton llogariti me mira llogaritje që i bëri vetëm që të kërkonte me anë të matematikës se kur do përfundonte njerëzimi. Dhe sipas tij do përfundoi në vitin 2070, si e ka menduar ai. Por nuk është vetëm kjo, sepse nëse do të futemi në jetën tonë të përditshme, çdo gjë është e llogaritur në numra. Ne e kuptuam shumë vonë, ndonse nuk shpikëm asgjë. Për të shpikur nuk shpikëm asgjë, sepse numrat u shpikën nga sumerët. Dhe sumerët ishin baza e civilizimit tonë. Pastaj pas sumerëve filluan edhe të tjerët, vendet e tjera, që të shpërndanin numrat. Dikush thotë që numrat erdhën nga arabët, sepse mbreti Ra, si që tregonte dhe në hieroglifet e Egjiptit lashtë, mbreti Ra i hoqi, i zhvati pra numrat nga, ose fjalët nga fytyra e tij për t'ia falur njeriut. Ka gjithmonë diçka të vërtetë në këtë, sepse nëse do të futemi në studimet sumere, sumerët tregonin, do kthehemi sërish po prisni. Sumerët tregonin që dituria u fal nga zotët dhe pikërisht nga ata filluan numrat. Numrat që u llogaritën, si për shembull edhe numrat si e llogarisin dikur, numri 60, që është numri i orës që ne përdorim sot. Dikush nga ju do thotë, po mirë, si i përdorin ata orën? Në fakt, ata që mbollën diturin, pra sumerët, që sipas tyre ja u falën atë dituri, disa ëngjëj, si thoshin ata, atë dituri, ata që mbollën, ata e përdorin, pra, si ju thash, me numrin 60, pra orën, nuk ishte si orë tani, po ishte një orë tjetër, në mënyrë diellore, si mund të quhet, ose hënore, dhe bën llogaritjen e parë të lëvizjes ciklike të hënës dhe diellit. Dhe fal atyre, ne tani llogarisim, me fjalë bëjmë llogaritjet në orë. E provuan, si që kemi thënë dhe herë të tjera, francezët në vitet 1700 dhe ca, dhe francezët nuk munden, sepse provuan që ta bënin me 100 sekonda,
që të shikonin si do shkonte ora, pra që ta bëni me 100 minuta, pastaj etj. Por numri 100 nuk funksionoi. Ishte e pamundur. E përdorën vetëm për një vit e pastaj e mbyllën. Sepse ishte e pamundur. Pra kush e ka, nga këto kuptoni që kush e ka llogaritur, pra mendja e vërtet, nuk është se ne jemi një copëz e vogël, një mendje të madhe. Pra mendja e vërtet, atë që ka llogaritur, e ka llogaritur në mënyrë perfekte. Këtu të bën të mendosh se këtu doja të arrija, të bën të mendosh që ka një mendje vërtet, geniale aty jashtë. Ne, duke mos e kuptuar, i themi Zoti, Perëndia, apo ku ta di unë. Por, nëse do flasësh me Michio Kaku, që është shkencëtari më i madh i kohrave tani, që është ende gjallë, ai thotë që Zoti ose universi ose gjithësia është një qenie, kështu thotë, është një qenie super e zhvilluar dhe është një matematik e gjallë, sepse ne matematikën e kemi marrë nga ky univers, dijet i kemi marrë nga ky univers. Pra, për Michio Kaku është e pakudështueshme që ka një perëndi. Dhe unë doja t'ju thosha juve, po sikur dhe jeta e njeriut, pra vetë jeta e njeriut jetë e llogaritur në numra, sepse nëse kjo, çdo gjë është e llogaritur në numra dhe këto numra janë vërtet, si për shembull Abraham Movré, që shkencëtari francez që llogariti vdekjen e tij dhe ai harxhoi vite të tëra që kur ishte i ri, që kur ishte student dhe në fund arriti që të llogariste vdekjen dhe sipas gjasave ai gjeti eksaktësisht se kur do vdiste. Disa thonë që ai përdori disa metoda që të vdiste në atë kohë që të mbetej emri i tij. Nga testet që i bën, nuk kishte asgjë, që ai vdiq në mënyrë natyrale. Ndoshta ai kishte vendosur diçka tepër komplekse për njerëzit që mund ta kuptonin, ose edhe për mjekët, këtë nuk e dim. Por ç'është e vërteta, ai bëri që të flitej shumë për të. Dhe pikërisht pra, sepse flasim në bazë të numrave, çdo gjë flitet në bazë të numrave. Nëse do futemi në matematik, në fizik, në shkencën kuantike, shkenca kuantike flet me numra, nuk mund të flasësh dot me zë, me tinguj, jo, sepse i ke me numra, çdo gjë është matematik. Dhe kjo, thash, më bën të mendoj që secili prej nesh, çdo gjë, nëse është matematik gjithçka, atëherë edhe secili prej nesh është një matematik brenda tij. Pra, një matematik e llogaritur, kur do lind, kur do vdes, si etj. Mendimi im, dhe doja t'ju pyesja juve. Por, pikërisht për këtë, doja të arrija, sepse është një zotëri që, këtu në Itali, që ai thot që gjen se kur do vdes një njeri. Bën disa llogaritje, që janë gjithmonë matematikore, por në bazë disa ushtrimeve tjera që unë nuk i kuptova, nuk e kam interesuar, nuk i kam thënë gjë, por doja vetëm t'ja u thoshe. Ndoshta mund ta intervistoj një ditë, por doja t'ju thosha që si është e mundur që ai i ka gjetur disa, sipas të dhënave që kanë dalë, jo vetëm të tij, por të tjerëve që e kanë vërtetuar, ka gjetur vdekjen e disa njerëzve. Pra, ai të thotë se kur do vdesësh. Pra, që tani, nëse ti shkon dhe e pyet, ai të thotë se kur. Dhe nuk është vetëm ky, por bëra një përmbledhje të gjithëve këtyre shkencëtarëve për të kuptuar që nëse çdo gjë, pra varet nga matematika, atëherë kjo më bën të mendoj që ekziston një perëndi, një Zot, një gjithësi që është komplet e bazuar në matematikë. Çdo gjë. Dhe nëse, dhe për shembull, do thotë njëri nga ju, po mirë, lutjet ose gjërat që ndodhin, çdo gjë që ndodh pikërisht pra duke modifikuar matematikën, sepse janë kombinime matematikore. Kjo më bën të mendoj. Pra, edhe kur ndryshon diçka gjatë jetës sonë, ndryshon pikërisht pra në bazë të numrave të matematikës dhe të disa shkaqeve, pra shkak pasoja që ndodhin gjatë asaj periudhe. Dhe për ju si mendoni? Mundet që të ekzistojë një Zot që të jetë vërtet një matematikan tepër kompleks, si thoni? Pres komentet tuaja, sepse kjo më bën të mendoj. E kisha vendosur që të flisja për këtë, ndoshta gjatë ditës, jo gjatë natës, por më ka bërë që të mendoj në thellë, sepse po lexoja para pak orësh
për Nikola Teslën, pikërisht pra ai kur shkonte në për hotele, kudo që shkonte, donte që të ishte numri 3, 6 ose 9. Pres komentet tuaja, ju përqafoj, faleminderit që jemi bashkë. Hajde, pres komentet më thoni se çfarë mendimi keni. Natën.